Horoskopi për datën 10 prill 2026. Dashi, ke kohë që bluan brenda vetes diçka. Mërkuri të ka zënë atë këndin e heshtjes, je bërë pak si i mbyllur, sikur ke frikë se po tregove plane do të marrin sysh. Dhe ndoshta mirë bën, mbaj ide derisa të piqen. Megjithse tani të ka hipur diçka mbi kokë, nuk të mban vendi. Sot është dita për të larë borxhet e punës dhe për të treguar se kush është bosi. Mbasdite shkunde pluhurin, dil nga guacka dhe tregoje anën tënde që bota nuk e njeh. Do të shkëlqesh si dielli. Për sa i përket ngjyrës më me fat, është blu dhe e verdhë. Koha më me fat është pasditja 7 deri në 9. Demi, i dashur Demi, sot ti je si një magnet për sukses. Çfarëdo që të thuash apo të bësh, njerëzit do të shohin me admirim. Je bërë kaq imprejt sa fjalët e tua po godasin. Po kërkon lumturinë tek gjërat e vërteta dhe Marsi po të shtyn ti mbyllësh kapit e vjetër që të rinë sigur të rënd në qafë. Mos u lodh me thashë theme, por mblidh forcat për planet e mëdha që ke në kokë. Mbasdite do ta ndjesh veten si mbret në shtëpinë tënde dhe në rrethin tënd. Planet që bën sot nuk janë thjesht ëndra, por hapa drejt një pasurie që po vjen. Ngjyra më me fat është gri, koha më me fat 5 deri në 6 pasdite. Kalojmë tek binjakët. Të dashur binjak, mendja juaj është si një kompjuter që nuk ndalet. Mërkuri po ju rrotullon rreth karrierës dhe drejtimit të jetës. Është koha të uleni, të bëni lista, të pastroni letrat se fati po ju troket. Mos humni kohë me gjëra koti, por dëgjoni këshillat e atyre që din shumë. Mbasdite do jeni shpirti i shoqërisë, do shpërndani energji pozitive kudo që të shkelni. Dashuria po bëhet pak pikante dhe dikush po çmendet pas ideve tua origjinale. Jeni në qendër të vëmendjes dhe kjo ju shkon shumë. Shijoje këto në moment se jeni në maj. Ngjyra më me fat e zezë dhe kuqe. Koha më me fat 6 pasdite. Gaforja. Gafore shpirt bardhë. Sot ke një etje për dituri dhe botë të reja. Je bërë shumë bindse me fjalë. Është një ditë e bardhë për të mësuar diçka të re ose për të mbyllur një sherr të vjetër me një mik. Fale atë që të ka lënduar se shpirti yt ka nevojë të fluturojë i lirë. Pasdite, mbyllu pak në botën tënde. Vëzhgo me qetësi dhe lër inatet të ikin me ujin e turbut. Është koha të shërohesh nga dhimbjet e vjetra. Je gati për të bërë për dhuratat që jeta do të ofrojë. Ke një forcë të brendshme që të habit dhe ty vetë. Ngjyra më me fat e bardha, koha më me fat 5 pasdite. Luani. I dashur Luan, sot nuk e Terezi për muhabete koti. Sytë e tu po shohin thellë, aty ku të tjerët nuk guxojnë të shikojnë. Ke një fuqi të madhe për të rregulluar çdo rëmuj në punë apo në shëndet. Jepi drejtim gjërave që ke lënë pas dore. Sot ke një dorë të mbarë. Mbasdite, zemra jote do të kërkojë rrahje më të shpejta. Do fokusohesh te partneri, te drejtësia dhe harmonia në çift. Nëse je vetëm, dikush po të vëzhgon me shumë interes. Bëj kompromise dhe dëshohur që dy duart janë më të forta se një. Ngjyra më me fat është e arta, koha më me fat 2 deri 3 pasdite. Virgjëresha. E dashur virgjëresh punëtore, sot bota po të duket më e bukur se zakonisht. Ti po i sheh njerëzit me syrin e mirësisë dhe po të pëlqen dhe huqet e tyre që dikur të nxirren nga vetja. Je në një fazë ku frymëzimi të vjen nga takimet dhe bisedat e rastit. Në dashuri po të vjen një valë e re nxehtësie. Kjo do të bëjë të ndihesh gjallë. Mbasdite do merresh me ato detajet e vogla që vetëm ti i rregullon. Do ndjesh një kënaqësi të madhe kur ti vesh gjërat në vendin e vet. Je shtylla e të tjerëve sot, ndaj mbaj kokën lart. Ngjyra më me fat është ngjyrë portokalli, koha më me fat 1 deri në 2 pasdite. Peshorja. E dashur peshore, sot është një ditë për të zgjidhur nyjet e ngatarruara. Mendja të punon si orë zviceriane për problemet praktike. Mbi të gjitha, shpirti yt kërkon pak qetësi. Ule pak ritmin, rri me njerëzit e tu dhe gje rahatin tek gjërat e thjeshta. Ndoshta të vjen një ide geniale si të bësh folen tënde më të bukur. Mbasdite do të zgjohet dëshira për lojë dhe romancë. Dil nga guacka, rehatis dhe provo diçka të re. Ke një bukuri që vjen nga brenda dhe sot do të rrezatosh.
Ngjyra më me fat është ngjyra kafe. Koha më me fat është ora 7 deri në 9 pasdite. Dhe tani shenja e akrepit. I dashur akrep, sot ke dorë për të shkruar dhe për të folur si një profet. Njerëzit po të dëgjojnë me gojë hapur dhe fjala jote ka peshë. Je në një fazë ku ti di ta ndash grurin nga elbi me një sy të vetëm, edhe pse mendja jote fluturon në shumë vende, po sheh mundësi që të tjerët nuk i ndarojnë. Ke një dozë humori që i bën të gjithë të qeshin. Mbasdite ktheu tek rrënjët. Familja dhe shtëpia janë vendi ku duhet të karikosh bateritë. Qetëso, mblidh veten se ditë më të bukura po vijnë për ty. Koha më me fat është 5 deri në 7 pasdite. Shigjetari, i dashur shigjetar, sot po të rrihet pak shumë tek e shkuara. Mendja të shkon te kujtimet, te shtëpia jote prindërore. Nuk ka asgjë të keqe, ulu pak dhe gjej qetësinë tek gjërat që i njeh mirë. Siguria është kryesorja sot, ndaj mos u hidh në aventura pa u menduar. Mbasdite situata ndryshon 180 gradë. Do të vijë një energji e çmendur për të folur, për të lëvizur dhe për të mbaruar 100 punë të vogla. Mund të marrësh një lajm që mund të gëzojë pafund. Bëu gati për vrap se mbasditja do të jetë e gjitha në lëvizje. Koha më me fat 5 deri në 7 pasdite. Ngjyra më me fat e kuqe e zezë. Bricjap, i dashur bricjap, sot je në elementin tënd. Hëna në shenjën tënde po të jep një fuqi që as vetë nuk e besoje se e ke. Je i jetur për të mësuar dhe për t'i treguar botës se çfarë ke në zemër. Komunikimi yt nuk është thjesht fjalë, por është shpirt. Çdo gjë që prek po të kthehet në sukses. Mbasdite fokusi kalon tek kuleta dhe pasuria. Ke një intuit të fortë për të gjetur mënyra të reja se si të rrisësh të ardhurat. Shtëpia dhe familja do të japin shtysën e fundit për të bërë diçka vërtet produktive. Je në një rrugë të mbar. Për sa i përket ngjyrës me fat, është e kuqe dhe e verdhë. Koha më me fat është ora 12 deri në 2 në drek. Ujori. Dashur ujor, sot mendja të punon te gjërat praktike dhe siguria financiare. Je bërë pak si shumë i dhënë pas fakteve, por mos e harro atë intuitën tënd të hollë që të bën të veçantë. Sot është dita për të kombinuar mendjen dhe zemrën. Mbasdite hëna futet në shenjën tënde dhe do të bëjë të ndihesh sikur fluturon. Do të kesh një prani që nuk mund të shpërfillet. Energjia jote për punë dhe projekte të reja do të jetë në kulm. Shfrytëzoje këtë moment për të bërë atë që do vërtet, sepse fati është me ty. Koha më me fat është 3 deri në 6 pasdite. Ngjyra më me fat është blu e çelët. Kalojmë tek peshqit. Të dashur peshq ëndrrimtar, sot fjalët tua janë ilaç. Ke një fuqi bindse që do t'i bëjë njerëzit të të ndjekin nga pas. Është një ditë perfekte për të ndihmuar dikë, për të treguar planet e tua të mëdha. Logjika dhe intuita sot janë vëllezërit e tu. Ty të pëlqen shoqëria, mbasdite do të kesh nevojë të tërhiqesh pak në qetësi për të mbyllur disa punë të vjetra të tua. Sistemoj të gjitha ato që të ka mbetur pezull, sepse po të vinë ide fantastike për të bërë lek dhe për të rregulluar jetën. Paqja dhe mbarësia po të presin. Ngjyra më me fat është ngjyra e jeshile. Koha më me fat është 1 deri në 3 pasdite. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.